Erben Travari përmendi në emision javën e kaluar se ka komunikim me BDI-n edhe tha se krejt partitë e Vlenit, po edhe partitë tjera kanë komunikim me BDI-n. A është e vërtetë se keni komunikim me Erben Travari në Aleancë? Kanale komunikimi ka. Unë kam qenë ministër me ministrat e Arben Taravar, të Aleancës. Edhe shoqëni nuk e humbi për shkak dallimeve politike. Unë bisedoj me ish ministrat e Aleancës si me shokët e mi, për temat ndryshme. Edhe u them, i kam komunikime telefon, u them, o vlla, nuk ja vlen, nuk është punë BDI-je kjo. Se u a them jo para kamerave që dikush të më lëvdon për qëndrimet e mia. U a them në komunikim personal. Them, tregom a ja vlen të bësh pjesë, se ka aty të jem të mirë, të cilët vërtet nuk duhet ta lejojnë veten që nesër historia t'i çunë se kanë legjitimu, kanë amnestu një projekt i dakorduar për të na shndruar në pakicë të parëndësishme.